urime festa. Cilat me festa? Po edhe të katolikëve, edhe të ateistëve 31 dhjetorin, edhe të ortodoksëve 6 apo 7 janari, kur e kanë ata. Do këtë festat e jo muslimanëve me i festuar Bajramin. E ki pa reklamat për shembull. Folni tani për festa, një dinar këtë minutin, ose folni pa parë këtë. E për Bajram pse s'ka me fol pa parë? Për me tregu se ti je i dorës dytë, nuk je i dorës parë. Ata e ta çka ndodh, ku fatkeqësia që një pjesë e madhe e muslimanëve i festojnë festat e tyre. Edhe të vetë e muslimanëve, shqiptarëve që jetojnë me reklama prej muslimanëve urime festat. Kujtve? Katolikëve, të ateistëve edhe të ortodoksëve. Edhe të muslimanëve e bëjnë edhe për Bajram gëzuar Bajramin. Ama sa bëhet argëtim, sa bëhet dëfrim, sa bëhet përgatitja, sa bëhet investim në festat e huaja, nuk bëhet në festat tona fatkeqësisht. Edhe ata thënë ka lindi Isau në këtë ditë, edhe pse historikisht me shikua kjo është e vërtetë ose është diçka tjetër, ka mohabet shumë aty, se s'ka qenë domethënë dimër, por sidoqoftë, pastaj thënë që e kanë vra, e kanë kap, e ka tradhu shoku i vet, romakt e kanë kap, e kanë kryzuar dhe kanë mbyt. Edhe çka thënë, e ka fliu Zoti ose i ati birin e vet për t'ia lënë gjunat popullit përgjithësi. Kështu është mohabeti aty në. Dhe ku të analizosh më thellë del se ky mohabet domethënë nuk qëndron në asnjë aspekt. Po ti kishte bir e kishte mbrojt i ati i vet. Po të shkon Zot si ka mundsi Zoti më vra. Ka shumë paradokse i thua, shumë gjëra që kundërshton njëra me tjetrën, nuk janë logjikshme. Na muslimanët e kemi temis këtë punë. Dëshën ata me vra Isin alayhis salam. Ama Allah thotë Kur'an: "Wa ma qataluhu wa ma salabu walakin shubbiha lahum." Ata as nuk e vrajtën, e as nuk e gjashduan domethënë në trung, në dru, por i përngjau atyve. Çka i përngjau? Në Bibël një shkruan, thot Jehuda, ai tradhtori, i thot policisë romake, kur të hym në dhomën, ajo dhomë ka edhe një dhomë mbrapa. Atë që e kapi une, ajo është Isau. Atë ju kapne. Atë që e përqafoj domethënë. E thot kur hynën në dhomë, Jehuda e përqafoj Isaun, e Isau e mori me veti e u futën në dhomën e dytë. E kur hyri policia në dhomën e dytë, e gjeti vetëm një njeri e mrena. Nuk gjeti dy. Kjo është në Bibël. E gjeti vetëm njeri. Vërtetimi asaj që thotë Kur'ani, as se vran, as se gozhdun, por u përngjau aty, pse ata kishin kap Jehudën, e kishin gozhduar, jo Isën alayhis salam, por bel rafa Allahu ilej, por Allahu e griti tek ai subhanahu wa taala. Dhe prej shenjave të kiametit është me ardh Isa alayhis salam, me kallëzuar këtë dunjos, edhe jo muslimanëve, po edhe muslimanëve që i festojnë vitin e ri, me thonë që o njerëz, këtë kjo mohabet është davash. Edhe krishterëve që kanë besuar se kanë gozhduar, edhe është mbyt, edhe muslimanëve që festojnë festat e krishterëve, thonë se këtë kjo gabim është. E sikur që ka në hadithe, pastaj e thën kryqin, e mbyt derën edhe largon gjizjen. Po sigurisht është një pjesë e kiametit.